Në sallën e Këshillit Komunal në Tetov u përurua libri Lulja dhe Zogu, i autores Luljeta Gashi Samiu, një botim i kushtuar jetës dhe veprës së luftëtarit të lirisë Rahim Samiu Zogu, i njohur për veprimtarinë e tij në shërbim të çështjes shqiptare. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, zëvendës kryetari Albi Qamili dhe kryetari i Këshillit të komunës Jusuf Abduli, si dhe përfaqësues të jetës kulturore e qytetare të shumt. Me këtë rast, u theksuar rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike përmes librit dhe roli i letërsisë në edukimin e brezave të ri. Kryetari Kasami vlerësoi angazhimin e autores për trajtimin e figurave që kanë kontribuar në lirinë dhe identitetin kombëtar, duke nënvizuar se komuna e Tetovës do të vazhdojë të mbështesë iniciativa të tilla kulturore. Vërtet që është një kënaqësi e veçantë që si kryetari i komunës të marr pjesë në një aktivitet të tillë kulturor, edhe për faktin se ne jemi sot në kohë të sfidave me cilat ballafaqohemi, të teknologjisë e cila ditënjep më shumë po e zvendçon librin, po e zvendçon leximin, ashtu si e kemi mësuar në formën tradicionale të marrësh guximin dhe të shkruash një roman, vërtet që është një guzim i madh, por ai guzim nuk i ka munguar asnjëherë familjes të komandantit të nderuar, komandant Rahim Samiu, dhe sigurisht që për ne është një privilegj i veçantë që në Tetov vazhdon frymën të jetën familja e të nderuar komandant. Autorja Luljeta Gashi Samiu falenderoi institucionet dhe të pranishmit për mbështetjen, duke theksuar se libri është një përpjekje për të sjellë më afër lexuesit jetën dhe idealet e Rahim Samiut Zogut. 2 vite që jo mundum të shpreh dhimbjet dhe krenari që i kam në zemrën time. Libri quhet Lulja dhe Zogu. Kjo simbolizon lulja jo mun dhe Zogu për bashkëshortin tim dhe çka kam përjetu dhimbjet dhe sakrificat që kam pas në jetë. Të gjitha prej jetës studentore, prej demonstratave, prej burgosis Rahimit kur ka qenë student dhe përjetimet gjitha që i kam pas në jetë. Gjitha sfidat e jetës, ku mundu t'i bëj, nuk shkruajnë këtë libër gjitha, ama pavarësisht pikat shkurta, edhe letrën si më ka dërgu, prej koshare, lule unë jo mirë, pa fatkeqësisht kishte qenë plagosur. Po nëse kom ditë, edhe gjitha sprovat e jetës, edhe mbas vdekjes Rahimit ku pas prap tragjedi, vdekjen e djalit, flamurit, edhe ato ku përjetu në libër. Komuna e Tetovës përmes mbështetjes së botimeve letrare dhe aktiviteteve kulturore synon të nxjisë kulturën e leximit dhe të forcojë rolin e librit në jetën shoqërore dhe arsimore të qytetit.